Deklarata e Balfurit ishte një tjetër skem ndarjeje territoreve osmane. Një sër faktorësh u bashkuan përgjatë luftës së parë botërore për të sjellë çështjen e sionizmit në vëmendjen e kabinetit britanik. Më 2 nëntor 1917, sekretari i jashtëm britanik Arthur Balfour i shkroi Lord Rothschildit një figurë të spikatur në qarqet sioniste britanike, duke njoftuar se kabineti kishte miratuar deklaratën në vijim të simpatisë për aspiratat sioniste hebreje. Qeveria e madhërisë së tij e sheh me pëlqim themelimin në Palestinë të një atdheu kombëtar për popullin hebre dhe do t'i bëjë të tëra përpjekjet për ta lehtësuar arritjen e këtij synimi, duke qenë kuptuar qartë se nuk do të bëhet asgjë që mund t'i cënojë të drejtat civile dhe fetare të bashkësive ekzistuese jo hebreje në Palestinë, apo të drejtat dhe statusin politik të gëzuar nga hebrejt në çdo vend tjetër. Kjo ishte deklarata e Balfurit, me rrjedhoja të mëdha. Një dokument i shkurtur i mbushur me 2 kuptimësi dhe kontradikta të tilla që i pshtjelluan të gjitha palët e përmendura në të. Marrja britanike e Jeruzalemit në dhjetor të 1917-s çoi në pushtimin ushtarak nga Britania të Palestinës nga viti 1917 deri në vitin 1920.